Tregu i patunshmërisë në kryeqytet ka pësuar ndryshime drastike gjatë 7 viteve të fundit. Sipas të dhënave të indeksit Key Data Albania për periudhën nga 3 mujori 2019 deri në qershor të 2026, çmimet mesatare të apartamenteve në Tiranë janë rritur me ritme të forta në të gjitha njësitë administrative, duke shënuar një rritje që varion nga 85% deri në mbi 151%. Në tërësi çmimet mesatare të shitblerjes janë dyfishuar në pjesën ndërmuese të zonave të kryeqytetit, duke reflektuar presionin e vazhdueshëm të kërkesës dhe zhvillimin urban. Rekordin e rritjes më të madhe e kryeson njësia administrative numër 6, që përfshin kombinatin, Ysberishtin, Sharrën dhe zonat përreth, ku çmimet janë rritur me 151%, duke u ngjitur nga 672 euro për metër katror në 1687 euro për metër katror. Përqindjen më të moderuar ose rritjen më të ulët e ka shënuar njësia numër 8, ku bëjnë pjesë Selvia dhe Medresea me 85%, ku çmimi mesatar është rritur nga 958 euro për metër katror në 1786 euro për metër katror. Zona e ish bllokut vazhdon të mbajë primatin si zona më e shtrenjtë në Tiranë, duke arritur një mesatare prej 2962 euro për metër katror, që ka përbërë një rritje prej 117% krahasuar me vitin 2019. Menjëherë pasaj renditen njësia numër 10 me 2515 euro për metër katror dhe një rritje prej 119% e pasuar nga njësia numër 5, ndër zonat e tjera kryesore njësia numër 7 ka arritur në 2131 euro për metër katror, njësia numër 9 në 2127 euro për metër katror, njësia numër 1 në 2116 euro për metër katror e të tjerë. Ekspertët vlerësojnë se ky hov i lartë i çmimeve ka bërë strehimin një sfidë të madhe për buxhetin e familjeve të zakonshme, ndërkohë që sektori i ndërtimit vijon të mbetet në qendër të dinamikave ekonomike të vendit.